Alba Story prezanton. Përshëndetje. Po nis kështu sepse kështu duhet të nis. Pa hyrje të gjata dhe pa justifikime. Kjo që po tregoj nuk është histori krenarie, por është diçka që më ka mbetur në mendje dhe nuk më del lehtë. Unë jam 43 vjeçar dhe kjo histori ka ndodhur në një kohë kur mendoja se I kisha kuptuar të gjitha. Shoku im quhej Ardit. Me Arditin njiheshim prej vitesh. Punonim her pas here së bashku dhe kishim kaluar shumë kohë në rrugë të ndryshme, në udhëtime e punë të lodhshme dhe net pa gjumë. Gruaja e tij nuk ishte pjesë e shoqërisë sonë. Ajo ishte gjithmonë në sfond. Kishim një përshëndetje të shkurtër, një çaj të shpejt, ndoshta do një bisedë të zakonshme, asgjë më shumë. Por gjërat ndryshuan kur Arditi pati një periudhë të vështirë në punë dhe unë fillova të shkoja më shpesh në shtëpinë e tyre për ta ndihmuar me disa punë praktike. Ajo ishte shpesh herë aty. Nuk ishte nga ato gra që kërkonin vëmendje. Përkundrazi, ajo fliste pak, por kur fliste e bënte me qartësi. Me pëlqente kjo gjë që në fillim, pa e kuptuar pse. Një pasdite, ndërsa Arditi kishte dalur për një punë urgjente, mbetëm vetëm në shtëpi. Po rregullonim disa dokumente dhe ajo më pyeti për jetën time. Më bëri pyetje të thjeshta, për të bërë me interes. Kur I ktheva pyetjen, ajo u ndal pak dhe më tha: ndonjëherë edhe lodhesh duke qenë gjithmonë ajo e forta. E kishte për veten, por nuk e tha me dram, e tha si një fakt. Që nga ajo ditë, bisedat tona ndryshuan. Nuk u bën ndonjë gjë interesante, por u bën më të thella. Flisnim për gjëra që zakonisht nuk I ndan me këdo. Flisnim për zhgënjimet e vogla, për rutinën e përditshme që po na gryente, për ndjenjen se po kalon koha dhe ti po e humb veten pak nga pak. Por me atë nuk kishim prekje, vetëm fjalë dhe heshtje që nuk ishin të sikletshme. Ajo kishte një mënyrë të veçantë të shikuarit kur më ndëgjonte. Nuk ndërpriste dhe nuk jepte këshilla të kota. Thjesht të linte të flisje. E kjo, për një burr që rrallë ndëgjohet vërtet si puna ime, kishte mjaft pesh. Pa e kuptuar, fillova të prisja ato momente kur do të ishim vetëm me te dhe do të flisnim pak më gjatë. Një mbrëmje, Arditi doli e nuk u kthye fare në shtëpi, sepse I doli një punë jashtë qytetit. Ajo më telefonoi dhe më tha që nëse mund të shkoja për të parë një problem me ngrohjen. Shkova pa menduar 2 herë. Nuk më gënjeu, vërtet, ngrohja ishte prishur dhe e rregulluam shpejt e ulëm në kuzhinë. Ajo më bëri një çaj dhe qëndruam ulur kësaj radhe pak më gjatë, ndoshta më gjatë se ç'duhej. Atë mbrëmje, ajo foli me hapur. Më tha se ajo ndihej e padukshme, por jo e pavlerë,
por e padukshme. Me tregonte se nuk i mungonte dashuria, por i mungonte vëmendja. Me thoshte se nuk kërkonte aventura, por kërkonte që të ndihej grua e jo vetëm rol. Unë e ndëgjoja, nuk e ndërprisja, e as e prekja, vetëm po ndëgjoja me vëmendje. Kur unë ngrita të ikja, ajo më tha: "Faleminderit që nuk u përpoqe që ta zgjidhje hallin tim, por vetëm dëgjove." Ajo fjali me goditi më fort se çdo gjë tjetër. Ajo donte diçka më shumë, dhe aty e kuptova se diçka kishte ndryshuar, edhe pse askush nuk e kishte thënë me zë të lartë. Ajo ishte shprehur me mua që t'ja zgjidhja problemin e vëmendjes së saj dhe donte me patjetër që t'i harronte të gjitha hallet në rroçkën time. Ditët që pasuan ishin të qeta, por edhe të mbushura me tension të pashprehur. Kishim mesazhe të thjeshta, vetëm për gjëra praktike, por nën to kishte diçka tjetër. Mes rreshtave lexohej diçka më shumë. Nuk ishte nxitim, ishte pritje, por një pritje që po rritej gjithnjë e më shumë. Momentin vendimtar nuk e solli dëshira, por e solli sinqeriteti. Një natë më vonë, ajo më shkroi dhe më tha se duhet të fliste. Unë shkova, u ulëm në salon, dritat ishin të zbehta, dhe ajo, kësaj radhe, më tha drejt për drejt: "Unë po ndjej diçka që nuk e kam kërkuar", tha ajo, "dhe dua të di nëse e ndjen edhe ti apo vetëm unë, por të lutem më thuaj të vërtetën, sepse e kam menduar shumë gjatë", më tha ajo. Me erdhi papritur dhe nuk u përgjigja me një herë. Mendova dhe vendosa që edhe unë t'i thoja të vërtetën. I thash se edhe unë ndjeja, por e dija sa rrezikshme ishte. I thash se nuk doja të bëja asgjë pa qenë e qartë për të dy. Ajo uli kokën për pak, e pastaj më tha: "Sonte nuk dua që të ikësh." Dhe aty ndodhi gjithçka, pa ndodhur ende asgjë. U ofruam ngadalë dhe nuk ishte vrull. Nuk pati as fjalë e as fjali të panevojshme. Ndodhi vetëm një përqafim i gjatë, që pastaj u kthye në një puthje të qetë. Ishte e menduar mirë. Ishte momenti kur të dy e dinim se po kalonim një vijë. Atë vijë që e donim ta kalonim që të dy. Dhe rroçka ime ngriti kokën. Ishte diçka normale. Duke e parë ajo, i shëndritën sytë. "Hiqi", tha, dhe unë e ndëgjova. U ofrua dhe u kthye në kapas, e pastaj u përkul. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.